Kandidati i Partisë Demokratike për deputet në qarkun e Shkodrës, Tet Kopliku, ka zhvilluar një takim falendërues me qytetarët e Shkodrës, të cilët e votbesuan në 11 maj, pavarësisht se Kopliku nuk mundi të marrë mandat. Falenderoj tanëve fillimisht sepse më keni ba mundësi si djali juaj, të më majt kam në tokë, që është gjëja më e rëndësishme për një të moshë teme, aq më tepër që përballet me një lloj mbështetjet, cilën ju them drejtën unë nuk e kam prit. Rregullat e lojës, unë e kam thënë gjithmonë, janë caktuar prej më të fortëve dhe i forti i kësaj loje mi tana është një regjim i cili nuk fal kërken, nuk mëshiron kërken. E mandajna ka të fort tjerë të cilët kanë caktuar disa rregulla loje të cilat unë kam zgjallë me i bë dhe nuk do të ndihni asnjëherë tu anku për rregullat e lojës të cilat unë i pranova. Diktaturat nuk kanë ndonjë fytyrë tjetër përveç se kësaj, ku njerëzit nuk janë të lirë me vendos, nuk janë të lirë me menu, me gjithë manipulimet që janë bërë mbrapa me trenin bullgar dhe me gjitha mekanizmat që përdor regjimi, megjithatë te prunen 7000 vota për një djalë i cili para 6 muajsh ishte tu hap valixhet, masi kishte ardhur prej Francës, 7 vjet i shputur nga vendi, pa shumë kohë në dispozicion, pa shumë eksperiencë, dhe mi tana me një parti politike e cila ka kalu shumë vështirësina. E megjithatë, mbështetja juaj ishte jashtëzakonshme. Këtë hupje temen, unë e quaj një fitore sepse kam fitu besimin tuaj dhe këtë besim ju premtoj që nuk kam me kthy mbrapsht. Halli kryesor është që shqiptarët me votu të lirë. Ju kam kuptuar për mesazhin që më keni dhënë nëpërmjet votës tuaj, sepse sot ka nevojë për një model të ri politik. Dhe këtë model unë du me vazhdu me ndërtu edhe në të ardhmen. Mos më mlan vetëm betejën politike që na pret tanëve përpara për me mbrojtë Shqipërinë dhe për me mbrojtë të ardhmen e Shqipënisë. Në zgjedhjet parlamentare, Kopliku mori 6.874 vota brenda jashtë vendit. Partia Demokratike në qarkun e Shkodrës mori 5 mandate, ndërsa Partia Socialiste 4 mandate.